kënaqësi dhe nderi veçantë që sot jemi së bashku në këtë aktivitet ku promovojmë dy vepra të rëndësishme të autorit Hajrush Redenica, Zështë e Malit dhe Gjyra e Jetës. Këto libra përfaqësojnë një pasuri të vyer letrare dhe një dëshmi të gjallë të përvojave historike e njerëzore që meritojnë të ruhen e të përcjellen ndër vitet mbreza. Përmes një rrëfimi të ndjerë dhe autentik, autori sjell paranesh jo vetëm kujtime personale, por edhe reflektime të thella mbi një periudhë shumë sfiduese për vendin, duke theksuar vlerat e qëndresës, shpresës dhe lidhjes më të fortë me vendindjen. Në Zështë e Malit spikat simbolika e lirisë dhe e qëndrueshmërisë, ndërsa në Gjyra e Jetës shpalos larmin e përvojave dhe emocioneve e që e bën jetën njerëzore të pasur e domethënëse. E njëjtë na flitet edhe për librin më të ri e më të veçantë, siç është libri i sfidave të mërgjimtarit. Letërsia e tillë te kalon kufit e kohës e hapësirës. Ajo shërben si ullisë mes të kaluarës e të ardhmës, duke ruajtur kujtesën kolektive, duke frymëzuar brezat e ri. Në këtë kuadër, roli i krijues dhe i veprave të tyre mbetet thelbësor për ruajtjen dhe zhvillimin e identitetit tonë kombëtar e gjuhësor. Ne si mision konsullor e konsiderojmë privilegj edhe përgjegjësi të mbështesim e të promovojmë autor që i kontribuojnë në pasurimin e kulturës e letërsisë shqipe, duke forcuar njëkohësisht lidhjet tona shpirtërore dhe kulturore. I nderuar zoti Redenica, ju përgëzojmë përzemërsisht për këto 3 vepra që i promovojmë sot dhe ju urojmë suksese të më të tjeshme në krijimtarinë tuaj letrare. Po, unë mendoj se ky kontribut është më i vogël që ne ndihmojmë edhe botimeve të librave shqip. Edhe ka më kënaqësi se unë me përjetu që në ambasadën e Republikës Kosovës të bëjmë promovime të librave në gjuhën shqipe. Unë besoj se ju ka shtuar bibliotekës shqiptare edhe këto libra që u bën promovimi i sotëm, e shpresoj që do të kemi edhe promovime tjera ne në atë mundësinë financiare. Do të përkrahim gjithmonë që pasardhësit tanë të kenë libra të mjaftueshme në bibliotekat shqiptare, por edhe në bibliotekat këtu ku jetojmë, që të lexojnë edhe të mësojnë për historinë e mëparshme që kemi, që të lidhim me të ardhmen. Ne e dim të kalumen, por me llogaritë që të ardhmen që të kemi suksese, që trungu mos tahet. Domethënë lisi gjithmonë të ketë ujë ose të ketë ushqim që gjithmonë të ecim përpara. Tematikat e paraqitur përmes rreshtave, shkruanjeve që Hajrushi ka paraqitur në të 2 librat që sot promovuan, sot di 2 promovon sot, 3 që përgëzoj vërtet për Elonin punën invencionin për shkak se s'u kur as në aktivitet, po që tash edhe me pan vërtet, se unë më rëndësi për gjenerotat e reja me kryu vazhdimësinë, të ke fundit mision jetësor është vazhdimësia, i gjithë neve, edhe me lundë dishka mbrova, sukur që i poshë edhe sot vërtet dokumentet tjerë zakonshme të shoqotat të tjerë, të shoqotat në Tereza, të misioni, do manturin që po të një pritje tjerë zakonshme, edhe të organizimet e tjera, pse ju edhe politike, për shkak se ato i vizitojmë, s'kemi shumë shefmi, është çështje që dihet. Vërtet po mlon bresa jashtëzakonisht shumë. Ne ndoshta në vitet më shpesh me qenë pranë juve me bashkëbisedu, jo vetëm formalisht, për shkak se pjesës formale kanë erë jopmi përparësi shumë, po ajo është komuniste mund të themi, po edhe asaj role praktike, afërsinë tonë që e kemi edhe natë role. Unë e kuptoj këto më mirë për shkak se jam birë Gurbexhiu, unë vjen tërtu çto familjen e kam të tërën, prindin për vitit që kom lindë kom pos, Vigoni e det e tjerë, Zenele sidomos, kështu që tash erdhëm me një numër bashkëvendasëve të mit Vitinjës, janë afares të jashtëzakonshëm, kontribues të shkëlqyeshëm që janë integruar dhe kanë suksese afarizëm, por çdo aktivitetin për kom për shtet. Një libër është pak. Unë kam shkru vetë 3 libra, jam një poete vogël tek poete mdaj, dhe libri 4 është në botime sipër, jam një artiste vogël që shkëlqej diku në oqeanin shqiptar, është vërtet. Unë kam pas pasionin jetë gjithmonë vendlindjen,
kam poezinë e titulluar Malli për vendlindjen, dhe ka poezinë të. Kam dhe dashuri unike që është prap me poezi. Jam marrë me disa aktivitete dhe këtu në Mërgat. Kam qenë pjesë e lobit Euro-Atlantik Shqiptar në Mërgat. Si antare e kryesisë, kam dhënë maksimumin më të mirën e mundshme për atë dhe unë nuk do të ndalem asnjëherë deri në frymën e fundit. Unë e them nëse nuk dim që nga i kemi rënjet, nuk do dim nga të shkojmë. Është hap shumë i mirë, na ndihmon shumë, jemi shumë krenar për konzulatat tona që kemi, një këtu dhe në Bern tjetra që është, se unë vinë nga Bazeli dhe duhet shkojmë më shumë në Bern, përpara kishim këtu në Cyri, por komunikimi është shumë i ngrohtë me telefonuesit kur bëjmë bisedë me ta dhe na ndihmojnë shumë. Promovimi i librave që vini prej Kosovës ose prej atë dheu që i thojnë ana që jemi kanë Mërgat, është shumë e mirë. Për shembull, si për gjeneratat tona, unë që tashti mas me nërë dhe 2 gjenerata tjera, mu i me thonë jam gjenerata pak me hershme se sa tash 2 që janë, është shumë një plus i madhë që vini dhe bëni një promovim. Libri është shoku ma i mirë i secilit, dhe me thonë e kanë thonë rilindasit, e thojnë edhe njerëzit e mdhajt kuptohet që libri është shok. E mas jo shok i mirë, duhet me bajtën, edhe ju pe bëni një shumë të mirë një që po vini për promovoni njerëzit, po i afroni me atë dhejën e vetë. Nuk do me thonë vjen veç një libër e lexojnë njerëzit, po për bini edhe ju një pjesë të atë dhejët. Sidomos në këtë rast që o Kosovë, Shqipëria, viset, përgjithsi viset shqiptare që janë, si në Maqedoni, si në Preshev, si Qameria, si Malizi, si gjitha, për bini një pjesë të dhejët tonë, për bini të na ka. Për shambull, na si gjenerat kena ledzu për para libra, tash generatat e reja jenë rokë mas, do me hanën mas televizionit e mas telefonit ani, po prap libra o shok i tyne dhe duhet. Ju për bëni një potes shumë të madhë që po na vetëni edhe për ledzojnë ato, e ledzojnë edhe rinia, e ledzojnë edhe krejtë. Shumë është një metodë mirë që për bëni ju në këta. Po, shumë mirë është edhe ato që për bëni edhe i falenderoj edhe këta shkrimtartë që i vinë edhe i prezentojnë të libra, sidomos në për institutet tona që shë kemi tash konzulatën, në për klube, në për ato, dhe me thonën janë shumë mirë se arna, si për ne, si për generatat dyta, si për tash të matreja që ka janë, se libri jetë gjdo herë atë. Edhe libri është, dhe me thonën, ajo që i ruhet, kanë fillu edhe njerëzit, edhe për bëjnë një bibliotekë familjare, për në qatë bibliotekë mu i me thonën, është edhe një arhive vogël për neve, edhe për generatat e reja. Mos po është ku haj me lexuet, do me hanën në moment, ose mas një javë ose 2, e lexon ma vonë. Atë liber që e promovojnë edhe na i binë, na vetën ju me një pjesë të dhejtë. Edhe e lexojnë rinia, edhe prindit e kemi për detyrë. Me marë atë liber, kër e kemi një kohë në mbrami, ose masa një kohët lirë, për me marë me këshyrë, për ata më në vetë neve qka o kjo edhe me marë edhe ata me lexue. Edhe në qatë mënyra një faktor që edhe na si prindis detyrojmë ata për me lexue. Po, në ndihmojnë, libri është edhe për tashmen, edhe për të kalunën, po është edhe për të ardhmen. Ishte kënaqësi dhe privilegj shumë i madh sot që morëm pjesë në këtë promovim të librit. Edhe për mu është një nderë shumë i madhë dhe e njiva vetën shumë mirë. Është here e parë që ko marrë pjesë në këso promovimeve të librit e kështu, ama jëmë ta shumë e knasnë. Po është një knasi shumë e madhe krejt. Në tjera të manifestime gjithmonë ko marrë pjesë. Për 28 nëntor, për festat lloj-llojshme, se në Mërgata tash organizojmë edhe shumë festa, jam pjesëmarrëse e rregullt, jam nënë 4 fëmijëve që i kom rritë dhe janë edukuar dhe krejt, edhe jam shumë e lumtur se gjuhën shqipe e flasin të gjithë mirë, jam gjyshe e 5 mbesave e 1 nipit, edhe jam shumë e lumtur që me ta flas shqip, i edukoj, edhe ninullat shqip ja u këndoj. Falenderojmë për punën që ke bën, nuk ka punë një ditë, po në shpallë vite, që kësha sugjeru se jo, se dhe ne këtu, nuk është e pamëshme dhe thonë që ke mundësi dhe nam, dikush për neve me ndjek e tru, me shkru, me lëndi qka që
Kjo është një dokument që po gjehet brenda tonë. Unë që Mario Srebrenica, vjen nga Kika legjendare atje në Kosovën e Dora Kamenica, po jetoj në Prishtinë. Tash pak kohë kisha ma tepër edhe u mirë ma shumë me këto vepra, shti bëj. Ata t'i mbulon plurja rresës ato ngjarje dhimbshe popullit tonë, apo të heshtëm, apo të qes në letër t'i kun. Shti bëja, edhe mora vendimin që për me qitë në letër. Letjen dikun, t'i shef dikush, letjen për gjeneratat tona, për të armën tonë, për fëmijët tanë. Hadi.